trajnerit momentin që iket. E vërteta është ne themi gjithmonë që puna e një trajneri, rezultatet e një trajneri maten me statistikat dhe me objektivat të cilat ai për të vërtetës i ka arritur. Nuk po themi ka të i kaluar, por i ka arritur. Është vërtet që ne me Silvinho kemi shkuar për herë të dytë në kampionatin evropian dhe nëse ka një personazh që ka merit në mënyrë posaçme në këtë rast është pa diskutim ai, sepse ne vinim pas një periudhe, mos harrojmë këtë, se nuk duhet bëjmë edhe një listin tani. Ne vinim pas një periudhe me shumë probleme, me Rejen, Panuzën dhe pastaj me Edi Rejen, nuk u stabilizuam dot. Kështu që ardhja e një trajneri si Silvinho, pavarësisht skepticizmit të fillimit të faktit që ai nuk ishte një karrierë të stabilizuar si trajner, sepse edhe atje ku kishte qenë kishte pasur rezultate të dobta për të vërtetë, siç kërkuar qoftë nga Lioni dhe nga Corinthians brenda pak muajsh. Këtu i shkoi mirë, natyrisht meritën e merr dhe ai, sepse në fundit në fund shkonte keq, ne do ta kryqëzonim edhe më shumë se sa e kemi kryqëzuar. Unë në fakt duhet ndalem tek ato që unë i konsideroj pjesë e punës sonë. Ne jemi në media dhe shpesh media ka për detyrën që në një farë mënyrë të nxjerr nga ajo që nuk duket edhe elemente të cilat për opinionin publik ndoshta. Dhe unë përgjithsisht kam qenë një zë deri diku kritik për zgjedhjet në momentet të veçanta të Silvinhos. Unë nuk e kam kritikuar atë kurse si për mënyrën se si ka menaxhuar kontaren të shtrirë dhe për rezultatet, për kundrazi. Për mua ai është një trajner shumë i suksesshëm me përfaqësuesën tonë, me gjithë dinamikat që patëm ne edhe në kualifikuesit evropianit, se ka shumë nga ata që na thonë që në kualifikuesit evropianit na thuan element të ndryshëm të tipit defektet e kundërshtarëve, Çekia apo Polonia, fati jon, individualizmi i lojtarëve të veçantë si Asir Hasani apo Nedim Bajrami e ndonjë tjetër, por unë mendoj që rezultatet i japin komplet të drejtë trajnerit në këtë aspekt dhe ai është i suksesshëm në aventurën e tij 3 vjeçare me përfaqësuesën tonë. Në kaun tjetër, ne kemi disa pishmane, për shembull me Silvinho dhe për të vërtetës unë dje pata një keqare personale që nuk ngulmova në çikën e konferencës për shtyp në trajnerin e ri, më shumti në pyetjen që sa do të guxoj trajneri i ri të bëj atë që nuk e bëri Silvinho, të përmbush disa pritshmëri të opinionit publik që lidhen me një lloj, po themi, edhe revolucionit vogël në kombëtare. Mendoj që ka ardhur koha për të bërë ndryshime të rëndësishme në kombëtare, por për të mos u larguar nga pyetja që theti. Për shembull, unë mendoj që ai në situata të ndryshme nuk merrte vendime të rëndësishme. Brenda ndeshjes ose edhe jashtë ndeshjes në kohë ku duhet grumbullonte lojtarët. Për shembull, pishmani im i madh është për një lojtar si Ernest Muçi, që nuk jam i vetmi. Është vërtet, patjetër. Ai dhe unë nuk këmbgul në gjithë 3 vjeçarin për Ernest Muçin. Unë tek Ernest Muçi këmbgul në momentin kur ai përfaqet si lojtar në superform dhe ti nuk mundet që ta anashkalosh. Pra, në momentin që ai është në kulmin e formës, ti nuk ke asnjë argument për të mos i dhënë mundësi këtij futbollisti. Dhe mendoj që ai në këtë rast ka gabuar. Unë besoj që ai element të veçantë në kombëtare nuk i ka menaxhuar pas meritës. Ky është gjykimi im. Jo, patjetër. Ai mund të mbrohet në mënyrë absolute me rezultate. Ka të drejta bëj këtë, është i pacënueshëm në këtë aspekt, por kjo nuk më heq mua kurse si të drejta si profesionist i fushës prej gati 2 dekadash, të them atë që mendoj dhe unë mendoj që ai ka pasur defektet e veta në këtë aspekt, sepse emrat veçantë, personazhet veçantë, lojtar të rëndësishëm të momentit nuk i ka përfillur, nuk e di për cilat arsye, por arsye ka pritshje, pra qasje personale, i ka parë ata lojtarë të cilët në tipologjinë e tyre mundi të ndonjë grupin, i kanë thyer fjalën, nuk kanë pasur raport mirë, apo mos shkojnë pastaj deri në fundore dhe qasje menaxheriale, sepse edhe kjo ka qenë një element që është mund të jetë, po patjetër. Më kuptoj. Evin, tek një pyetje të fundit se dhe koha fluturon, kaq na mbeti në dispozicion, megjithëse absolutisht do doja të kishim shumë. Pyetja është për trajnerin e ri. Po. Kam vetëm një merak që do të bëja ata, vërtet që koha fluturon dhe emisionet të kësaj natyre duhet të jetë jashtëzakonisht elaboruar shpejt në gjitha mendimet, po ideja është unë merakun që kam dhe uroj që të mos ndodhë kështu edhe me trajnerin e ri është fakti që ishte një mjeshtër i komunikimit publik dhe kjo jo për fatin tonë të mirë. Unë në disa raste dhe disa kolegë të tjerë kemi qenë antagonist edhe në konferencën për shtyp me trajnerin për shkak se
Ishte njëri që, sikur se e kanë zakon latinët, apo edhe mezetarët, që kishte marrë shumë edhe nga mesdheu, duke qenë se ka qëndruar dhe ka jetuar shumë edhe në Spanjë dhe në Itali. Në shumë raste i ka bërë bisht situatave të cilat ngriheshin si shqetësim publike nga gazetarët, dhe kjo për mua nuk është e mbaj mend shumë mirë, sepse edhe pse s'kam qenë aty i kam ndjekur të gjitha.